Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Shpresoj që secili prej jush të ketë kaluar një ditë të këndshme dhe të jetë gati për të na ndjekur. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të keni bërë plan të bëni këtë dhe atë një ditë, por çdo gjë u ka shkuar mbrapsht? Ose keni lënë një takim pune, mezi mbaruat gjithë dokumentat, hipni në makinë dhe pak metra më tutje ndeshni një trafik të bllokuar. Duhet merrni në telefon të kërkoni të falur dhe u thoni atyre që ju presin se mund vonoheni pak për shkak të trafikut. Ose duhet të dërgoni një dokument me email dhe pikërisht atëherë nuk ju punon interneti, që është e zakonshme këtu tek ne. Me të drejtë mund të inatoseni dhe të jeni me nerva gjithë ditën. Them të drejtën, e kam gjetur veten shpesh në një situatë kur më duhet kaq shumë durim. Ky fryt i mrekullueshëm i frymës së shenjtë. Taj mezi po presa të dëgjoj mësimin e Dr. Youssef. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Hello listening friends, we are glad you've joined us again. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri. We are continuing in a series of messages on the fruit of the Spirit. Ne jemi duke vazhduar në serinë e mesazheve për frytin e frymës. And I want to begin today by telling you that if you go to the bookstore looking for a book on patience, you will have a hard time finding one. Dhe unë dëshiroj tani sot duke ju treguar se nëse shkoni në librari dhe kërkoni një libër për durimin, do ta keni të vështirë ta gjeni një të tillë. I tried to find some help somewhere on this subject, but I could not find a book on patience. Unë përpoqja të kërkoja ndihmë diku për këtë subjekt, por nuk munda të gjeja asnjë libër për durimin. I have a very good idea why. Unë kam një ide të mirë për arsyeën pse. Here's my conclusion. Ky është përfundimi im. Very few authors feel qualified to discuss a subject, including myself. Shumë pak autorë ndjejnë se janë të kualifikuar që të diskutojnë për këtë subjekt, përfshirë edhe mua. And very few people can develop, let alone maintain, patience. Dhe shumë pak njerëz mund ta zhvillojnë dhe aq më tepër ta ruajnë durimin. Because of all the technological advances and the fast pace in which we live today, patience is irrelevant. Për shkak të gjithë përparimit teknologjik dhe ritmit të shpejtë në të cilin jetojmë sot, durimi është i pavend. Under these conditions, there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell it. Në këto kushte nuk ka botues që do dëshironte të publikonte një libër për durimin sepse e di që nuk do ta shes. Here is the real problem. Ky është problemi i vërtet. Please listen to me very carefully because I want to speak from personal experience. Ju lutem të dëgjoni me shumë vëmendje sepse dua t'ju flas nga përvoja ime personale. Many Christians are wanting to live the Christian life in the fast lane. Shumë të krishterë dëshirojnë të jetojnë jetën e krishterë me plot aktivitete dhe kënaqësi, por mes një presioni të fortë. Not only that, but they bring their impatience to the faith. Dhe jo vetëm kaq, por ata sjellin padurimin e tyre në besim. We bring it into our lives just as the world does. E sjellin atë në jetët tona njësoj si vepron bota. So we want instant prayer answers. Prandaj duam përgjigje të menjëhershme për lutjet. And instant holiness. Dhe duam shenjtë të ri të menjëhershme. And instant worship and instant sermon. Duam adhurim të menjëhershëm dhe predikime të menjëhershme. Now, let me tell you at the outset, I am not an expert on the subject of patience. Më lejoni t'ju tregoj që në fillim se unë nuk jam një ekspert për durimin. I often try to remind myself that it took Noah 6 months to find a parking space for his ark. Shpesh unë përpiqem t'i kujtoj vetes se Noes ju deshën 6 muaj që të gjente një hapësirë të lirë për arkën e tij. In fact, let me tell you about a minister who used to live in Southern California in the United States a number of years ago. Në fakt, më lejoni t'ju flas për një shërbyes që disa vite më parë jetonte në Kaliforninë e Jugut në Shtetet e Bashkuara. He was speaking at all-day conference. Ai ishte duke folur në një konferencë për gjatë gjithë ditës. And he was running late because his alarm had failed to ring. Dhe po vonoi për shkak se nuk ishte rënë alarmi i zgjimit. In his haste to make for lost time, he cut himself shaving. Duke nxituar për të rikuperuar kohën e humbur, u prend ndërsa rruhej. Then he found his shirt was not ironed. Më pas zbuloi se këmisha e tij nuk ishte hekurosur. So, and to make matters worse, he was running to his car, he noticed that the tire was flat. Dhe për t'i përkeqësuar gjërat kur po vraponte drejt makinës së tij, ai vuri re se goma kishte rënë. Disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got underway with sudden burst of speed.
I neveritur dhe në këtë pikë kreti shqetësuar, pastori më në fund mori rrugën me një shpejtësi të madhe. Racing through town, he did not notice the stop sign and he rushed through it. Duke shpejtuar mes qytetit, ai nuk vuri re shenjën për të ndaluar dhe u turr përmes saj. As fate would have it, there was a policeman nearby. Dhe aty pranë ishte një polic. And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him. Dhe pak sekonda pasi kishte kaluar shenjën për të ndaluar, dëgjoi sirenën e alarmit pas tij. The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman. Pastori i shqetësuar ndaloi makinën, doli jashtë dhe i bërtiti policit. Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today. Shko dhe bëj gati gjobën, gjithçka po më shkon tërë sot. The policeman walked up to him quietly and said, Polici shkoi pranë tij me qetësi dhe i tha: Sir, I used to have days like this before I became a Christian. Zotëri, kam kaluar dhe unë ditë të tilla përpara se të bëhesha i krishter. Needless to say, the minister was embarrassed. Është e kohë të themi se pastori u zungusht. Please listen carefully to what I'm going to tell you. Ju lutem më dëgjoni me vëmendje çfarë dua t'ju them. If Satan can sap your strength in the skirmishes of life, he doesn't have to fight the big battles. Nëse Satani mund t'ju pres fuqitë në përleshjet e jetës, ai nuk ka pse të luftojë në betejë të mëdha. If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield. Në qoftë se Satani ju kap me gjërat e vogla në jetë, tashmë ju ka mundur në fush betejën shpirtërore. When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence, Kur Satani arrin të fusë mashtrimet e vogla në gardhin tuaj shpirtëror, he knows that he has already destroyed the vine. ai e di që tashmë e ka shkatruar hardhin. And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience. Dhe ja pse është shumë e rëndësishme të kuptoni se çfarë thot Bibla për durimin. Now, we use the word like everything else out of context for different reasons to suit ourselves. Ne e përdorim këtë fjalë si çdo gjë tjetër, e shohim jashtë kontekstit për arsye të ndryshme që na përshtatet. But we must understand what the scripture says. Por ne duhet kuptojmë se çfarë thot Shkrimi. What does the word of God means by patience in the Bible? Çfarë nën kupton fjala e Perëndis me durim në Bibël? The Greek word is a word that is made of two words. Në greqisht durimi është i përbërë nga dy fjalë. It joins the word anger with the word slow, Ajo lidh fjalën zemërim me fjalën ngadal, or joins anger with long. ose lidh fjalën zemërim me gjatësi. In other words, half of the Greek word for patience means anger, E thënë ndryshe, gjysma e fjalës greke për durimin nënkupton zemërimin, and the other half means long or slow. dhe gjysma tjetër nënkupton gjatësinë ose ngadalsinë. Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics. Eksodi na thot se një ndër karakteristikat e Perëndis është se ai është i ngadalshëm në zemërim. Exodus 34:6 tells us Eksodi kapitulli 34 vargu 6 na thot kështu: that God is slow to anger, abiding in love and faithfulness. Se Perëndia është i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri. The Bible speaks about the anger of God. Bibla flet për zemërimin e Perëndis. I need to explain this very carefully. Dua ta shpjegoj këtë me shumë kujdes. I want you to listen and I don't want you to misunderstand me. Dua që të më dëgjoni dhe nuk dua të më keq kuptoni. There are some people who don't believe that God can be angry, Ka disa njerëz që nuk besojnë se Perëndia mund të zemërohet and they want to eliminate this word from biblical vocabulary. dhe duan ta eliminojnë këtë fjalë nga fjalori biblik. They don't want to speak about the anger of God or the wrath of God or the justice of God. Ata nuk duan të flasin për zemërimin e Perëndis, për tërbimin apo për drejtësinë e tij. They do so out of ignorance of what it really means. Ata veprojnë kështu për shkak se janë ignorant për sa i përket kuptimit të vërtetë të saj, Because people think about anger as they have experienced it in life. sepse njerëzit mendojnë për zemërimin ashtu siç e kanë përjetuar në jetë, Whether at home from their parents or at school from their teachers. qoftë në shtëpi nga prindërit e tyre apo në shkollë nga mësuesit e tyre. This is how they think that God gets angry. Ata mendojnë se Perëndia zemërohet kështu. Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle. Përjetimi i tyre për zemërimin është hakmarrja dhe xhindosja. And they think, surely, this is not how God reacts. Dhe ata mendojnë, sigurisht, Perëndia nuk reagon kështu. They are right and they are wrong. Ata kanë të drejtë, por njëkohësisht edhe gabojnë.
That's not the anger of God. Ky nuk është zemërimi i Perëndis. But you must understand that God's anger and the slowness of his anger is inexorably linked to his love. Por ju duhet kuptoni se zemërimi i Perëndis dhe ngadalshmëria në zemërim lidhet në mënyrë të pashmangshme me dashurinë e tij. There are two sides of the same coin. Janë dy anët e së njëjtës monedh. Let me explain. Më lejoni t'ua shpjegoj. Because God loves humanity that he had created, Për shkak se Perëndia e do njerëzimin që ka krijuar, his anger is directed toward anyone or anything that mars his masterpiece. zemërimi i tij drejtohet ndaj gjithkujt apo ndaj gjithçkaje që dëmton kryeveprën e tij. It is God's love that caused him to pour his wrath upon his son on the cross. Për shkak të dashurisë së Perëndis, ai derdhi zemërimin mbi birin e tij në kryq. It is because of his love that he is angered at sin. Për shkak të dashurisë së tij, ai zemërohet me mëkatin. It is because of his love that he is angry over Satan. Për shkak të dashurisë së tij, ai është inatosur me Satanin. It is because of his love that his anger will be manifested one day. Për shkak të dashurisë së tij, zemërimi i tij do të manifestohet një ditë. To emphasize the love of God and deny his anger and wrath and justice, Të theksosh dashurinë e Perëndis dhe të mohosh inatin, zemërimin dhe drejtësinë e tij, you will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin. do të thotë të krijosh imazhin e një Perëndie të dobët, përtac dhe që nuk mërzitet me mëkatin. But that's not our God. Por ky nuk është Zoti ynë. On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of his incredible love, Në anën tjetër të theksosh zemërimin dhe gjykimin e Perëndis pa kuptuar dashurinë e tij të jashtëzakonshme, you will have an image of a God who is vindictive and vengeful. do të thotë të krijosh imazhin e një Perëndie ndëshkues dhe hakmarrës. And that's not our God. Edhe ky nuk është Zoti ynë. We all love to create a God that fits our fancy, Ne të gjithë pëlqejmë të krijojmë një Perëndi që t'i përshtatet imagjinatës sonë, instead of the true God of the Scripture. në vend të Perëndisë së vërtet të shkrimit. And that is why some people behave and think and live like the unbelievers in society at large. Dhe ja pse disa njerëz sillen, mendojnë dhe jetojnë si jo besimtarët në masë në shoqëri. Back in the days of Peter, people scoffed at the fact that Jesus did not return like he said. Në kohën e Pjetrit njerëzit talleshin me faktin se Jezusi nuk u rikthye ashtu siç kishte thënë. And that is why Peter explains in 2 Peter 3:9 Dhe ja pse Pjetri shpjegon tek letra e dytë e tij, kapitulli 3 vargu 9, that it is his patience that is keeping Jesus from coming back. se Jezusi nuk është kthyer ende për shkak se është i durueshëm. Because when he comes back, the judgment, which is the natural consequences of sin, will be swift and final. Për shkak se kur ai të kthehet, gjykimi që është pasojë e natyrshme e mëkatit do të jetë i shpejtë dhe përfundimtar. Let us read together 2 Peter 3:9 and 10. Le të lexojmë së bashku letrën e 2 të Pjetrit, kapitulli 3, vargu 9 dhe 10. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç disa besojnë që ai bën, por ai është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë qiejt do të shkojnë me krismë. Elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe tokat që janë në të do të digjen krejt. Let me tell you something else about the judgment of God that I don't want you to forget. Dëgjues të dashur, më lejoni t'ju tregoj dhe diçka tjetër për gjykimin e Perëndisë që nuk dua ta harroni. God's judgment will not be vindictive or capricious. Gjykimi i Perëndisë nuk do të jetë hakmarrës apo kapricioz. He will merely take away his restraining hand, and all the natural consequences of sin and disobedience will pour out. Ai thjesht do të largojë dorën e tij të përmbajtur dhe mbi ne do të derdhen gjithë pasojat e natyrshme të mëkatit dhe të mosbindjes. The judgment of God is not God sitting there and saying, I'm going to severely punish you. Gjykimi i Perëndisë nuk do të thotë se ai është ulur aty dhe po thotë, do t'ju ndëshkoj ashpër. The judgment of God is the natural consequences of sin. Gjykimi i Perëndisë është pasojë e natyrshme e mëkatit. The Bible talks about the Holy Spirit as a restrainer. Bibla flet për frymën e shenjtë si përmbajtës. The judgment of God is based on the natural consequences of sin. Gjykimi i Perëndisë bazohet në pasojat e natyrshme të mëkatit. The natural consequences of disobeying God. Pasojat e natyrshme të mosbindjes ndaj Perëndisë. The natural consequences of ignoring God and refusing to listen to his voice. Pasojat e natyrshme të injorimit të Perëndisë dhe refuzimi që të dëgjoni zërin e tij.
Yes, there are earthquakes and shootings and floods and hurricanes where thousands of people die. Po, ka tërmete, gjuajtje, stuhi dhe uragan ku vdesin mijëra njerëz. But still the restraining hand of God still there. Por dora e përmbajtur e Perëndis është ende aty. In my personal opinion, the restraining hand of God is beginning to be taken away. Sipas mendimit tim personal, dora e përmbajtur e Perëndis ka filluar të tërhiqet. When the hand of God is pulled out after his believers are taken up to heaven, hell will come to earth. Kur dora e Perëndis të tërhiqet pasi besimtarët e tij të jenë rrëmbyer në qiell, ferri do të vijë në tokë. If you have never committed your life to Jesus Christ, let this be the day. Në qoftë se nuk ja keni dhënë kurrë jetën tuaj Jezus Krishtit, kjo është dita. A day in which you accept Jesus Christ to be your Savior and escape from the judgment of God. Kjo është dita që të pranoni Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe t'i shpëtoni gjykimit të Perëndis. I am glad that I will not be around on the day of judgment. Unë jam I kënaqur që nuk do të jem vërdall në ditën e gjykimit. The day when the restraining hand of God is taken away and people reap the consequences and pay the natural wages of sin. Në ditën kur dora e përmbajtur e Perëndis do të tërhiqet, njerëzit do të korrin dhe do të paguajnë pasojat e natyrshme të mëkatit. Now let me get back to patience. Tani le t'i kthehemi sërish durimit. Patience is dependent on how you deal with anger. Durimi varet nga mënyra se si përballesh ti me zemërimin. There are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong. Ka disa njerëz që përmbajnë zemërimin e tyre për shkak se mendojnë se zemërimi është gjithmonë I gabuar. I have to laugh when somebody says, I am not angry about this. Mua më vjen të qesh kur dikush më thot, nuk jam zemëruar për këtë. I often reply to them, if you are not angry, why did you have to bring it up? Unë shpesh përgjigjem, nëse nuk je I zemëruar, përse duhet ta tregoje? A better solution would be something like this. Dhe një zgjidhje e mirë do të ishte pak a shumë kjo. You say, I'm angry right now and let me tell you why. Ju thoni, jam I zemëruar tani dhe më lejo të tregoj pse. Or in a few hours or few days, I'll tell you why. Ose pas pak orësh, ose pas pak ditësh do të tregoj pse. Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it. Të përmbash zemërimin apo të refuzosh të pranosh se ekziston nuk do të ndihmojë që të përballesh me të. There are others who may not repress their anger, but they suppress it. Ka të tjerë që nuk mund të mbajnë zemërimin e tyre, por ata e shtypin atë. The two are not the same. Këto të dyja nuk janë të njëjta. Oppressor will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual. Ai që përmban zemërimin do të thotë se zemërimi për çfarëdo lloj arsye thjesht nuk është shpirtëror. What is the reply to this statement? Cila është përgjigjja ndaj këtij pohimi? Listen to the word from the scripture. Dëgjoni fjalën nga shkrimi. In Matthew 21:12, Tek Mateu kapitulli 21 vargu 12. Jesus entered the temple area and drove all who were buying and selling there. Pastaj Jezusi hyri në tempullin e Perëndis, I dëboi të gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe ndenjëset e shitësve të pollumbave. Suppression of anger is always expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return. Shtypja e zemërimit shprehet gjithmonë në fytyrën e zbeht, buzët e rrudhura dhe largimi në qetësi për të mos u kthyer më kurrë. Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury and bitterness abound below the surface. Shtypja e zemërimit ndodh atëherë kur lëndimi, fyerja, mospërfillja, tërbimi dhe zemërimi zgjenën në sipërfaqe. The Bible chooses to use the word root with bitterness. Bibla zgjedh të përdor fjalën rrënjë me zemërim. Why? Përse? Because the root is hidden, we cannot see it. Sepse rrënja është e fshehur, ne nuk mund ta shohim atë. There are so many people running around with hidden roots of bitterness, acting in all kinds of bizarre ways and finding themselves unable to have a spiritual life. Ka shumë njerëz që ende në rrotull duke fshehur rrënjët e zemërimit, sillen në mënyra nga më të çuditshme dhe zbulojnë se janë të pafuqishëm për të patur një jetë shpirtërore. And the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden. Dhe arsyeja se pse nuk e njohin shkakun është sepse rrënja e zemërimit është e fshehur. The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent. Tragjedia është se këta njerëz mendojnë se nuk është shpirtërore të jenë të sinqertë. Openly deal with whatever it is that is eating them up.
Përballja e sinqertë me çfarëdo lloj gjëje po i gërryen për brenda. In fact, what the suppressors are doing is not spiritual, Dhe në fakt ajo që bëjnë shtypësit nuk është shpirtërore, because you are destroying your health. sepse po shkatërroni shëndetin tuaj. Suppression and or repression can lead to depression, Shtypja ose përmbajtja mund të të çojë në depresion. and that is not what patience is, Dhe durimi nuk është i tillë. and that is not what the fruit of the Spirit is. Dhe ky nuk është fryti i frymës. I've noticed that I have run out of time, Miq të dashur, kam vënë re se koha jon ka mbaruar. and next broadcast we will continue talking about patience and anger. Dhe në programin e ardhshëm do të vazhdojmë të flasim për durimin dhe për zemërimin. I hope you will tune in. Unë shpresoj se ju do të na ndiqni. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Miqtë, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef, duke cituar letrën e 2 të Pjetrit, kapitulli 3, vargjet 9 dhe 10, na tha: Zoti nuk e vonon plotësimin e premtimit të tij, siç besojnë disa, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Dhe e dita e Zotit do të visi një vidhës natën. Atë ditë, qiejt do të shkojnë me krism, elementet do të shkrihen nga të nxehtit, dhe veprat e toka që janë në të do të digjen krejt. Në programin ton të erës së ardhshme, doktor Jusef do të vazhdoj të na flas për durimin si fryti i frymës. Është shumë e rëndësishme të mos e ngatrojmë durimin si frytën e frymës me durimin e rreme ose rezistencën e rreme, sepse jemi përtac. Si mund ta bëjmë këtë? Për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje, do t'ju ftoj ta ndiqnit me shumë vëmendje doktor Jusef në programin ton të herës së ardhshme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne më presim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.